Familjarë dhe të afërm të viktimave për të cilat akuzohet Laert Haxhiu dëshmuan në procesin gjyqësor ndaj tij në gjykatën e posaçme. I pari ishte Giuliano Gjaferaj, vëllai i Fridman Gjaferajt. Ky e fundit sipas pak i vrarë nga grupi i Haxhiut, pasi hyri me pranga në duar në gjyq sepse është dënuar për vjedhje. Giuliano tha se nuk beson që Laerti t'ia ketë vrarë vëllain, teksa foli edhe për njohjen me Artan Tafanin, bashkëpunëtor i drejtësisë. Kam vite që e njoh Laert Haxhiun, babai me babain e Laertit Qamilin janë rreth Krushqie, njoh të ëmën e Laertit të Atin, nuk më ka vizituar asnjë familjar i Laertit në burg, unë se mendoj fare që e ka bërë Laerti këtë gjë, ja kam thënë dhe Qamilit, vëllai s'ka bërë ndonjëherë dhafe me Laertin, Arben Tafani është përdorues droge, konsumonte të kuqe edhe jashtë, e kam parë edhe vet, Fridmani s'më ka kërkuar kur ndihmë, shiste vet drog, nuk e di pse është vrarë, me të dëgjuar për armë dhe për drog ka qenë muhabeti, nuk jam i sigurt, Artan Tafanin e njoh e kam pas në burg në vitin 2012 në Rogozhin, dini me nuset e me kalamajt, se vinim një herësh na vizitonin. Tafani e ka njohur Fridmanin, e ka patur edhe ai në burg në Rogozhin. Në seancë ka dhënë dëshminë e tij edhe Sami Bashliu, kushëriri i Albi Bashliut, në lokalin e të cilit u ekzekutua ky i fundit më 27 dhjetor 2021 në Peqin. Pranë lokalit tim ka ndodhur një vrasje para 3-4 vitesh përpara vitit të ri. Atë ditë bindeshi në mëngjes. Ishte një automjet aty me xhama të errta, me targa shqiptare tip Audi ngjyrë bardh. Më thot gruaja që është një makinë aty. Unë u afrova, por nuk pash njerëz. Pas pak, njëri nga personat që zbriti nga makina i flet Albi Bashaliut, pastaj kërciti arma. Nuk e kisha parë ndonjëherë si fytyrë. Në fakt, ishte mask. Ai gjueti 2-3 herë. Ato djemt që ishin ulur në lokal u trembën. U ngritën nga lokali dhe ishin 2 persona në automjet, por vetëm njëri prej tyre gjuajti. Ky Albi ra në tokë, pastaj ata futën armën dhe dogjën automjetin e viktimës. Unë u futa brenda, vetëm shikoja, nuk bëra gjë. Albi nuk vinte te lokali jon kohët e fundit. Gjithashtu ka dëshmuar edhe Leonard Bashliu, vëllai i Albi Bashliut, i cili u transportua nga IEVP Peqin në GKK, pasi është dënuar për vrasjen e Ylber Gjahysës, vëllai i Albert Gjahysës. Unë kam qenë në burg kur është vrarë vëllai, në burgun e Elbasanit. E mora vesh nga televizori. Nuk kam qenë mirë nga ana psikologjike. Nuk kërkova takim me njeri. Erdhi më takoi mami. Më pyeti si isha me shëndet. Nuk folëm për ngjarjen. Çfarë të flisnim? Nuk kam ide se kush mund ta ketë vrarë vëllain tim. Kam qenë në burg për vrasjen e Ylber Gjahysës. E kam pranuar krimin. Kam shprehur pendes dhe kam marrë dënimin. Nuk më ka ardhur ndonjë sinjal se kush mund ta ketë vrarë vëllain. Gjyqi ndaj Laert Haxhiut në gjykatën e posaçme është në fazën e pyetjes së dëshmitarëve për disa prej vrasjeve që ai akuzohet si i përfshirë si porositës kryesor i tyre.